Neve po shikojmë problemin e gruas si problem të gruas të veçantë. Problemi i gruas nuk është problemi i gruas, problemi i gruas është problemi i shoqërisë. Nuk mund të përparoj gruaja pa pas përkrajën e shoqërisë. Ne nuk duhet të trajtojmë meshkuj sikur neve meshkujt i kemi armiq. Meshkujt janë bashkëpunëtorët tanë më të ngushtë. Nuk mund të mbaroj pak lutem. Nuk mundemi neve të përparojmë nëse nuk e kemi mbështetjen e tyre. Neve shikojmë për shembull ju përmendët presidentin sot. Është një temë aktuale që po diskutohet. Nuk mundet kjo presidente nëse ka bojkotin e gjithë meshkujve. Është e pamundur. Po mundet të përkrajën e gjithë kamrave. Në këtë rastin konkret nuk duhet të harrojmë rolin shumë të madh të mashkullit. Se nganjëherë neve harrojmë dhe fillojmë bëhemi pak të forta, i nxjerrim pak ato muskujt. Femrat duhet të jenë suksesshme, po asnjëherë mos harrojnë atë butësinë. Femrat duhet të jenë ambicioze, po asnjëherë s'do të harrojnë atë. Kështu që nuk mundemi edhe me dashur me harru. Nuk duhet të harrojnë atë empati, nuk duhet të harrojnë. Sepse neve dallojmë biologjikisht, dallojmë shumë me meshkujt. Ne duam të jemi të barabarta dhe duhet të jemi të barabarta. Po biologjikisht nuk jemi të barabarta.